I nderuar atë Nikola, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Është traditë e kishës sonë ortodokse që mbas një të kremte të madhe zotërore ose mariologjike, blidhemi në të nesërmen për të kujtuar personazhet e dytë që përdor Zoti për ngjarjet e mëdha të shpëtimit të botës. Në datën 2 shkurt ne kujtuam i papandin ose përhasjen e Zotit në tempull, ku qua prej Virgjeshës Mari dhe Josif Vlesorit. Dhe aty u prit nga plaku Simeon dhe profetesha Ana. Sot pra kisha mblidhet për këta dy personazhe kaq të spikatur, sepse ngjarje kaq të madhe të për plakun Shën Simeon ose hymbajtësin dhe profeteshën Ana. Le të flasim pak për këto dy personazhe të cilët janë shumë të spikatur dhe janë në kufirin në fundin e dhjatës së vjetër. Kush ishte plaku Simeon? Ai ishte një izraelit i cili besonte tek Perëndia, por kishte dhe dhuntin e përkthimit. Kështu që u bëra e nevojshme që Bibla që ishte shkruar në hebraisht të përkthehej në greqisht për diasporën. Dhe në shekullin e 3 para Krishtit u mblodhën 72 përkthyes dhe vendosën në një ishull dhe u përpoqën ta përkthenin librat e dhjatës së vjetër në greqisht, që t'i lexonte diaspora hebre në vendet e kombeve. Përkthysit Simeon i ra shorti që të përkthente profetin Isaia. Dhe kur ai arriti tek profecia e Isaias, ja virgjëresha do të mbarset e do të një djalë e do ta quajnë emrin Emanuel, mendoi se shkruesi i ka shkruar gabim fjalën virgjëresh dhe duhet ishte grua. Kështu që me një brisk ai e shojti dhe shkrojti fjalën grua. Gjineka, si thonë në greqisht. Por të nesërmen ai pa një tjetër shkrim, Partheni, e virgjër. Përsëri e shojti, por në atë moment një angjëll e qorton dhe i thot: shkruaje ashtu siç e lexon, virgjëresha, dhe ti nuk do vdesësh derisa të shohësh realizimin e kësaj profecie. Dhe kështu ai e shkryti ashtu siç e kemi dhe profecinë, ja virgjëresha do të mbarset e do të linë një djalë, do t'ia vënë emrin Emanuel. U kthye në shtëpinë e tij, por akoma kishte dyshim. A ishte një angjëll i Zotit, a mos ishte diçka e gënjeshtër? Bëri dhe një provë të dytë. Mori unazën e tij dhe hodhi në det. Edhe tha: në qoftë se kjo unazë do të vi përsëri në gishtin tim, unë atëherë do besoj se profecia ose fjala e angjëllit është e vërtetë. Dhe vërtet, kur gruaja e tij vajti në treg, blevi një peshk dhe kur hapi peshkun për ta pastruar, gjeti unazën e burrit të saj. Atëherë ai falenderoi Perëndin dhe priste realizimin e kësaj profecie. Por kaluan vite, madje kaluan shekuj. Shën Simeoni shkoi deri në moshën 300 vjeçare. I vdiq gruaja, fëmijët dhe të gjithë thonin që atë e ka haruar vdekja. Por vdekja nuk i kishte haruar, por ai nuk mund të vdiste sepse Zoti i kishte premtuar nëpërmjet angjëllit që ai do shikonte realizimin e profecisë. Emanuelin, Zotin bër njeri, që do vinte midis njerëzve, të bashkoj me njerëzit, që do përkushtoj në tempull. Prandaj, ai ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, shkon në momentin kur foshnja shkon në tempull dhe përkushtohet, e merr në krah dhe thot ato fjalë: tani përlëshoje shërbëtorin tënd, o Zot, sipas fjalës sate, me paqe, se sytë e mi pa shpëtimin që përgatite faqe gjithë popujve, dritë për ndriçimin e kombeve, lavdi të popullit Izrael. Profeti Simeon është më i malli se profeti Mojsi, sepse Mojsiu pa vetëm shpinën e Zotit, energjitë e Zotit. Simeoni mori Zotin në krah. Por ne jemi më të mëdhenj se Simeoni. Kur kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit, jo vetëm ne e marrim Krishtin, por ne bëhemi Krishtër, bëhemi një mish dhe një gjak me Krishtin. Profeti Simeon është fundi dhjatës së vjetër, për treguar se ai në pritjen e viteve të shumta
tregonte se ligji priste përmbushjen e tij. Dhe gjithë dhjata e vjetër priste ardhjen e Mesias, shpëtimtarin. Profeti Simoni kërkoi Zotit, tani përlëshom, nuk dua të jetoj më, dua të largohem, dua të shkoj tek parët e mi, por dua të shkoj në Had, të lajmëroj atje në burgjet e Hadit se erdhi shpëtimtari, erdhi Emanueli, erdhi Zoti me ne. Dhe kështu ai shkoi në botën e vdekjes dhe lajmëroi Adamin, Evën, profetët të drejtët që shpëtimtari është në tokë, unë e mbajta në krah. Por dhe diçka tjetër, sot ne kujtojmë dhe profeteshën Ana. Profetesha Ana ishte një grua e ve që kishte jetuar disa kohë me burrin, 7 vjet, pastaj kishte mbetur një grua e ve. Ajo nuk pranoi të martoi, ajo qëndronte gjithmonë në templo, në lutje, në kreshmim, në agjërim. Ishte shenjtëruar nga asketizmi, nga lutja e pandërprerë. Edhe ajo u ndriçua nga Shpirti i Shenjtë, edhe asaj u tha që erdhi shpëtimtari. Ajo e pa Krishtin dhe lajmëroi dhe tjerët që Zoti shpëtimtari erdhi tek populli i Izraelit. Të dy këta profetët, si profeti Simeon dhe profetesha Ana, thash janë pjesë e dhjatës së vjetër. Por janë edhe ata përfaqësuesit e dy popujve, populli i Izraelit dhe popullit të krishterë, që së bashku do bashkohen në Krishtin dhe do bëjnë atë që quhet populli i ynë i krishterë, priftëria ose populli priftëror i Zotit. Të dashur të krishterë, profetesha Ana na jep shembullin që rruga më e sigurt për të parë Zotin është kishërimi, qëndrimi në tempull, jo thjesht në ndërtesë, por të marrja pjesë në shërbesat e kishës, në lutjen që ne e kemi sipas një ritmi mëngjes, darkë dhe shërbesave tjera dhe kreshmimit. Kjo është rruga e asketizmit, rruga më e sigurt që neve duke pastruar mendjen, zemrën, shpirtin, jo vetëm shërohemi mendërisht dhe trupërisht, por ne arrim dhe shohim Zotin që në këtë jetë. Kjo është rruga që ndoqën edhe asketët, oshënarët, rruga që ndjekim edhe ne të krishterët. Prandaj dhe Kisha ortodokse ka një ritëm të caktuar lutje dhe ritëm të caktuar kreshmimi, që janë të domosdoshme si mjete për të pastruar, shenjtëruar dhe për të parë Zotin. Kështu pra dhe neve, le të bëjmë durim si plaku Simeon, deri në momentin, në orën e fundit, që të largohemi nga kjo jetë, të përlëshojmë nga Zoti për shkuar në jetën e përjetshme, ku nuk do ketë më ashtu si që është në këtë botë mjegullaja, po do a shikojmë Zotin ballë për ballë. Dhe le të përdorim rrugën e sigurt të lutjes dhe të kreshmimit, se një ditë Zoti do na shfaqet dhe do jemi bashkë me të në përjetësi. Amin.